Edhe normalisht në anën tjetër ka dhënë mundësia shumë tregtarëve musliman të devotshëm që të fitojnë sevap me pasurinë që ka dhënë Zoti, duke i mbajtur hoxhallar. Pra, t'jam pak më i qartë. Një biznesmen i ditës sodit, i cili e ndihmon një hoxh, ai hoxha aktivitetin që e ban, sevapet që ka i fiton në dunjë i shkojnë edhe biznesmenit, apo hoxha? Çdo kush, domethënë që ndihmon një talebe, një hoxh, një aktivist, që ai të thotë të shkollohet, të arsimohet. Dhe nesër masi shkollohet, të arsimohet, e ndihmon që ai të vazhdon përhapjen e turisë, angazhimin e tij në shërbim të shoqërisë, me aktivitete, me ligjërata, me sharime, me këshilla, me përgjigje, ai është aksioner të ajo botë e sevapeve të hoxhës. Me aq sa participon në mirëbajtjen e jetës së tij, aq domethënë merr sevape për ti. Kjo jo vetëm te hoxha, po edhe te mjeku. Për shembull, nëse ti e ke stipenduar si student, edhe ka arritur me kry fakultetin. Nesër, kur të bëhet ai mjek i suksesshëm, ti ke më marr hisën sevapin e tij çdo operim që e bën ai. Çdo ndërhyrje kirurgjikale që e bën ai. Meqë pasanekt tregtarët musliman e kanë një derë shumë të madhe të sevapit. Të investojnë domosdoshmë te dija. Qoftë ajo mbi fen, dhe këtu sevapi është normalisht më i madh sepse feja është më e madhe dhe më e rëndësishme. Sepse feja tregon edhe dunjon edhe ahiretin. Kurse shkencat tjera tregon vetëm dunjon. Normalisht nëse është musliman dhe bën njëri për Allah, edhe ai fiton edhe dunjon ahiretin. Po detyrit mbi fen, pas detyrit mbi shkencat tjera, do të janë mejdani ku investimi i tregtarit në to i sjell sevape do të pashtershme. I bën burim të sevapeve të pashtershme. Sa do që kanë me punu ata njerëz me dijen e tyre, ky merr sevap, edhe sa kanë me punu njerëzit tjerë me dijen që ata e kanë lënë pas veti, vazhdojnë me pas sevap. Kështu që ai që ka ndihmuar Imam Muhamedin në kohën e tij, Allah sot në varr fiton sevape për dijes që përhapet nga Imam Ahmedi. Për shembull, Musnedi Imam Ahmedit me 35.000 hadithe, kushdo që e lexon për hoxhallarëve sot, përfiton domodin nga ai lexim edhe ai në varrin e tij tregtarit që ka ndihmuar Imam Ahmedin në kohën e tij, sidomos kohën kur ka shkruar ai Musnedin e tij. Edhe kështu është, do të është një piramidë sevapeve shumë e madhe e cila vetë shkon të urit, nuk shkon të zvogëluar. Edhe pra çka do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë kush thret në udhëzim, e ka sevapin e atij që udhëzohet, sevapin e tij dhe sevapin e atij që udhëzohet, pa ju paksu sevapi këtij as pak. E tash, nëse ki udhëzuar i bëhet sebab me udhëzu dikan, vazhdon ki i pari me marr sevapin edhe të veten, edhe të atij, edhe të atij të tretit, edhe të katërtit, edhe të pestit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu me pozitë më të lartë në xhenet. Pse? Se është sebab i udhëzimit këtë njerëzimit. I pari. Është i pari, në majën e piramidës edhe ai sevapit i ka më të mëdha i gjithëve. Po edhe na tjerët, po nëse merremi me dije, edhe përhapim dijen, apo i ndihmojmë ata që e përhapin dijen, faktikisht na marrim sevapin. Andaj Imam Abdullah Bareku, domethënë, që përmenda pak, më kam pyetur, thonë, nëse e di se edhe një orë kime vdek, çka kishe bo? Ka thonë kisha përhap dijen. Pse përhapja e dijes është sevap që nuk shterët, sevap që nuk përfundon. Kushdo që përfiton pjesë të dijes edhe vazhdon me përcjell, do të ai fiton sevapin. Këtë ulemat që i përmenim na sot, shekullin e 15 hijretit. Qoftë Imam Ebu Hanifja, qoftë Imam Shafiu, qoftë Imam Ahmedi, qoftë Imam Maliku, këtë ulemat që i përmenim. Edhe librat e tyre që janë botuar dhe lexohen, ata në vorët e tyre ala marrin sevape para më do. Edhe normalisht të gjithë ata që kanë ndihmuar këtyre, formë direkte, indirekte, në gjitha format, aq sa i kanë ndihmuar, aq edhe ata marrin sevap. Është një botë e madhe e sevapeve që njeriu pak me mendu, atëherë orientohet ka ajo dhe mundohet që me ndihmuar ulemat edhe hoxhallarët në shërbimin e fesë, që edhe kjo ka qenë shkaku që shumë baballarët e tonë të kalumen shumë i kanë nejtë hazër hoxhallarëve, për dallim prej rinis. Ata janë mundu maksimalisht me kriju komoditet hoxhës, edhe pse vetë ndoshta se ka pas komoditetin. Ka ndonë nga kafshate e gojës. Shumë saigi më kanë bërë. Shumë më kanë bërë saigi, sepse kanë ndesh këtë sevap me fitu. Për dy arsye. Para, sepse ata të respektu hoxhën,
e kanë ditë se kështu e respektojnë fen. Edhe e dyta, e kanë ditë se ty e ndihmu hoxhën, realisht ai futet me një botë sevapeve që vetë s'mundet mu fut, sepse nuk ka dije. Ama ty e ndihmu hoxhën, futet në botën e sevapeve dhe merr sevapet e hoxhës për shkak të kokajes edhe ndihmesës ekonomike që ja ka bëj hoxhës. Allah që vjetë